Përshëndetje të dashur djegës, jeni përsëri me mua Borën në programin Retro Time. Dhe siç e dim që ne kthehemi gjithmonë në një vit të caktuar, sot programi do të jetë pak më ndryshe, ku nuk do të kthehemi në një vit eksakt, por do të ketë një largshmëri vitesh, do të thoja, ku sot në Retro Time nuk do të flasim vetëm për një vit të largët apo një histori librash, por do të flasim për diçka që lidhet me rinin, me juve, me mua, po ashtu. Por dua të theksoj që nuk do të flasim për rinin me Wi-Fi online, rinin që ka SIM. Sot do të flasim dhe do të kthehemi në kohë kur rinia jetonte pa internet, kur telefoni nuk ishte në xhep dhe zemra ishte gjithmonë e hapur. Ishte një kohë kur njerëzit takoheshin sy më sy, dashuroheshin pa e mori në internet, në rrjetet sociale dhe po ashtu pritja ishte pjesë e bukur e saj. Pyetja më e madhe sot mund të them se është e thjesht, ku po ashtu ua çoj edhe pyetje juve që mundet na kontaktoni. A ishte më mirë apo ishte thjesht ndryshe ajo periudhë? Prandaj do t'ju thoja mirë se erdhët në Retro Time. Kthim i rinis në vitet e shkuara. Si jetë pa telefon, kur mungesa nuk ishte zbrastim. Para internetit, telefoni nuk ishte shok, nuk ishte varësi dhe nuk ishte botë në vete, siç e kemi neve sot që kur e kemi telefonin duket sikur kemi ardhur për gjysmë në një organizim të caktuar ose në një takim. Në shumë raste nuk ishte fare telefoni, të rinjt nuk e kontrollonin orën çdo minutë, nuk jetonin me notification, me njoftime në telefon, nuk e matnin vlerën me pëlqimin. Dhe nëse e doje dikë, shkoje te shtëpia, e kërkoje në lagje dhe pyesje shokës se ku mund ta gjeje. Nëse dikush nuk ishte aty, ti prisje. Dhe pritja ishte pjesa më e bukur e saj, që ishte, domethënë, një pjesë konsiderate, që pavarësisht që ti nuk je këtu, të pres. Pa telefon, mendja ishte më e qetë dhe bota ishte më e vogël, por ishte më reale. Takimet ishin më interesante dhe kam dëgjuar shumë histori të personave më të mëdhenj në moshë normalisht, ku kënaqeshin kur shkonin dhe prisnin për të takuar shoqërinë. Dhe po ashtu mund ta them se edhe unë vonë mora telefon. Viti i parë në gjimnaz, unë mora telefon në moshën 16 vjeçare. Por, për shembull, gjëja e bukur e fëmijërisë ishte që, për shembull, unë jam prej Livadie, edhe takimi me shoqërinë ishte gjithmonë teledina, te shkolla, edhe nuk ishte nevojë që për shembull neve të folim telefon e ja do vish të takohemi neve sot. Jo, neve shkoshim në për shtëpi, bërtisnim zërin e shokëve, shoqeve më të madhe, edhe mblidheshim një grup që domethënë na lidhte fëmijëria që ne e kishim, na lidhnin lojrat, na lidhte dëshira për të luajtur, edhe dëshira për të ndarë kohë me njëri tjetrin, ku mund të them se ndonjëherë harroja të shkoja edhe në shtëpi, kështu ndonjëherë harroj të dal për shtëpi derisa e kam telefonin. Pavarësisht që mund të them se telefoni ka edhe gjërat pozitive të veta, ku njerëzit që nuk mund t'i shohin për ditë dhe nuk mund të flasin për ditë, ne e kemi një komunikim më të madh me to, por e ka krijuar edhe një mbyllje, ku ndonjëherë më vjen keq për rinin, që nuk është duke për rinin e kam fjalën për të veçlit fare, domethënë deri në moshën 10-15 vjeçare. Unë i kam besat e mia që 6-7 vjet kanë marrë telefon, edhe për shembull nuk është aq efektive si rini, ku komunikimi është me emoj, me lojra. E mbaj mend kur kemi marrë kompjuter për herë të parë, te lagjja ime domethënë, mblidheshim krisë fëmijë të lagjes, edhe ta paremdosh që kemi 1 orë, e kishim, domethënë 1 orë secili ta shfrytëzoj kompjuterin, e ta paremdosh ishim 10 fëmijë, 10 sahat
ai kompjuteri ishte i ndezur ku neve lushim Friv ose ku ta di unë. Kishim lojrat ato ujti me zjarri që na dukeshin interesante për natë kohë, po tash edhe fëmijët nuk është, domethënë un kam nostalgji edhe për ato lojra, po fëmijët tash i kanë më të ndryshme. Normalisht me modernizimin e kohës edhe fëmia rritet ndoshta pak më shpejt mund të thoja, po rritje më interesante, më e fryshme për fëmijët ishte ajo pa telefon. Për mendimin tim, se normalisht çdo gjë ka të mirat dhe të këqijat e veta. Prandaj, për mendimin tim, ne do të shkëputemi për pak. Dua t'ju prezantoj një këngë të fëmijërisë që unë kam dëgjuar shumë më përpara dhe më pas do të rikthehemi në studio, po ju lutem pa bullizime se nuk e di a ju ka arritur edhe juve kjo këngë apo vetëm mua. Do të rikthehemi pas pak. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. U rikthyem kështu përsëri në studio dhe tash do të flasim për miqësinë e cila ishte më ballë për ballë. Kur shoku nuk ishte në kontakt, por ishte njeri, ishte person, nuk ishte në telefon. Miqt nuk ruheshin në listë, ata ruheshin në zemër. Miqësia ndërtohej në rrugë, në oborre, në kafene të vogla, në shëtitje pa plan dhe nuk ishte un follow, po domethënë nëse ziheshim, duhet të përballemi, të sqaroheshim dhe të shiheshim në sy me njeriu që e kishim problemin. A sot e kemi shumë të lehtë ku ja çepim një blok, edhe nuk kemi asnjë farë qasje të ndryshme, që tek e fundit një konflikt i vogël mund të jetë shumë i parësyshëm, por gjithsesi unë mendoj që kur jeni në një grup të madh, neve edhe në shtëpi zihemi, se normalisht ka botë të ndryshme, me motrat, me vëllezërit zihemi, se normal e kemi atë diversitetin brenda nesh. Heshtja nuk zgjase për ditë të tëra, sepse shoku jetonte shumë afër nesh, jo pas ekranit. Miqësia ishte më e vështirë për të ndërtuar, por më e fortë dhe ishte e pamundur për të prishur. Por mund të flasim edhe për dashurinë. Dashuria pa mesazhe. Kur zemra fliste para gishtave, dashuria para internetit ishte më e ngadalë, por më e thellë. Nuk ishte nuk ishte list online, domethënë dyshime virtuale që ne mund t'i kemi, se tek e fundit ne kishim ballë për ballë njeriu. Edhe ishin të bukura ato që për shembull djali shkonte edhe i jepte një letër vajzës, vajza e lexonte, aty mund të ishte takimi, orari i takimit, vendi i takimit. Do të thonë, jam shumë nostalgjike për këtë periudhë edhe pse nuk e kam jetuar kurrë. Kam dashur shumë, do të thonë, më duket vetë sikur kam lindur në një kohë të pakohë, ku unë duhej të lind në ato vite dhe ti përjetoja shumë këto dashuri çka të rinis pa telefon. Po ashtu mund të themi se kishte shikime, pritje, fjalë që thuheshin me zë të ulët, fshehur azi, do të thonë fjalë që thuheshin me sy dhe kuptoheshin me sy. Një takim përgatitej me ditë, si të veshëm, ku të shkojmë, po ashtu edhe pritja ishte me emocione, mbahej mend më gjatë. Nëse dikush nuk vinte, nuk shkruaj pse serdhe. Thjesht prisje dhe zemra fliste vet. Dashuria nuk shpërndahej, por ajo përjetohej. Do të thonë mundoheshin ta përjetojnë më në mënyrë më personale, se sot nëse ti je i dashuruar ose ke pëlqim për një person, ajo merret vesh në gjithë botën. Edhe është edhe një këngë shumë interesante e Sabri Feyzullaut me djalin e vet, ku flasim për dashurinë e atyre viteve dhe të viteve të Ermal Feyzullaut. Po ashtu edhe pritja, letrat dhe takimet e vërteta, kur koha ishte pjesë e ndjenjës, letrat ishin mesazhet e asaj kohe. Jo të shpejta, por ishin më të sinqerta. Një letër shkruaj me kujdes, rilexoj disa herë, ruaj si kujtim, kurse sot neve vetë shkruaj mesazhin pa u mendu hiç çfarë ka thënë njeriu më përpara, e direkt e bëjmë send. Ama më përpara ka qenë e bukur asaj që ti mendoje çfarë ti shkruash. Edhe mendoj që rinia se periudhe kanë qenë më artistë brenda në veten e tyre. Janë menduar më gjatë. Të sot edhe të duhesh të shkruash një tekst dashurie, hyn në ChatGPT dhe i mbaron gjitha. Pritja një përgjigje zgjaste me ditë, ndonjëherë javë, por çdo minutë kishte emocione. Takimet nuk anuloheshin me një klik, por nuk zëvendësoheshin me video call, ndodhnin ose nuk ndodhnin fare. Pritja nuk ishte humbje kohe, por ishte ndërtimi i ndjenjave të tyre. Po ashtu mund ta bëjmë edhe krahasimin me sot, më shpejt, por a është më e thellë dashuria? Sot kemi komunikim të menjëhershëm, akses të pafund, lidhje virtuale të pafundshme, por kemi edhe lodhje mendore, krahasim të vazhdueshëm, ndarje të shpejta ku dikur kishte më pak zgjedhje, por më shumë përkushtim.
sot kemi më shumë zëra, por më pak dëgjim. Nuk është çështje se cila kohë ishte më e mirë, por është çështja se çfarë kemi humbur dhe çfarë kemi fituar. Unë mendoj që e kemi humbur atë ndjeshmërinë, e kemi humbur efikasitetin dhe jemi të bazuar kush flet më shumë, pavarësisht që, domethënë, ka raste ku flet shumë edhe s'thua asgjë. Do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare ku dua t'ju përshëndes me këngën e Ermal Feyzullaut dhe Sabri Feyzullaut për pjesën e dashurisë dhe më pas rikthehemi në studio. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. Mirë se vini në Dua Mall, qendra tregtare ku stili, komoditeti dhe përvoja perfekte e blerjes bashkohen vetëm në një vend. Nga markat më të njohura, trendet më të fundit të modës, aksesor, kozmetik, deri te hapësirat relaksuese për kafe dhe argëtim, gjithçka që kërkoni e gjeni në Dua Mall. Ambiente moderne, oferta të shumta, përvojë unike për të gjithë familjen tuaj. Dua Mall, vendi ku dëshirat tuaja bëhen realitet. Detex Home, ngrohtësia fillon në shtëpinë tuaj. Kërkoni cilësi, rehati dhe elegancë për shtëpinë tuaj? Detex Home është zgjedhja ideale për ju. Tek ne gjeni çarçaf cilësor dhe modern, jastëk komod, peshqir të butë dhe luksos, aksesor dekorativ për çdo kënd të shtëpisë tuaj, qeis nga më të ndryshmit. Çdo detaj është zgjedhur me kujdes për t'i dhënë shtëpisë tuaj stil, rehati dhe elegancë. Detex Home, sepse shtëpia juaj meriton më të mirën. Moleraj Musa, ngjyra që i jep jetë shtëpisë tuaj. Dëshironi freski, bukuri dhe transformim të plot për ambientin tuaj? Moleraj Musa sjell profesionalizëm, përkushtim dhe perfeksion në çdo detaj. Lyerje profesionale brenda dhe jashtë shtëpisë, transformim total i hapësirave, cilësi, pastërti dhe punë me standarde të larta. Sepse ngjyra nuk është thjesht bojë, është ndjesi, është stil, është jetë. Moleraj Musa i jep ngjyrë, bukuri dhe jetë shtëpisë suaj. Këngë për dashuri, kënduam ne të dy, por është hera e parë që këndoj me ty. Po ta them si shok, s'po ta them si djal, ne doni me zemër, e ju veç me fjal. Pse ke nostalgji për kohën e vjetër, gjenerata jon dashuron më tepër. Si ju si ne, na thoni dashnor, ne duam me zemër, ju ishit aktor. Ju s'jeni si ne, po më vjen shumë keq, sa herë që dashuroni, bota e merr vesh. Ne s'jemi si ju, e kemi më let, me i tregojmë botës, nuk e mbajmë sekret. Rinia sotit nuk është si dikur,
Zemra kur ju thet, nuk ju ngjitet kur. Si një gotë me ver, është do dashuri. Sa herë që zbrazet, mbushet përsëri. Dashuri pa vojtje, dashuri pa hafsh. S'kishte as atëherë, e nuk as tash. Ndoshta jam i ri, por është e vërtet. Çdo kush dashuron, veç një herë në jetë. Ju s'jeni si ne, po më vjen shumë keq. Sa herë që dashuroni, bota e merr vesh. Ne s'jemi si ju, e kemi më let. Ne i tregojmë botës, nuk e bajmë sekret. Ju s'jeni si ne, shumë keq. Sa herë që dashuroni, bota e merr vesh. Ne s'jemi si ju, e kemi më let. U rikthyem kështu përsëri në studio dhe po ashtu jemi në pjesën e fundit të Retro Time, kthim në vite, në rinin me dhe pa internet. Rinia para internetit nuk ishte perfekte, kishte mungesa, vështirësi, heshtje, por kishte edhe diçka që sot na mungon shpesh. Durimin, përkushtimin dhe lidhjen e vërtet. Fakti që neve në mënyrë virtuale mund të bisedojmë me njerëzit, këtë nuk e bën më efikase, nuk e bën më të ndjerë, nuk e bën më të dashur, edhe sot do të thoja që vërtet ka humbur ajo ndjeshmëria e të qenit i dashuruar ose i ndjerë, të ndjerë si është pritja. Dhe sot e kemi atë që, neve shkruajmë, bëjmë mesazhe, edhe unë për vefte jam një njerëz që s'kam sabër, s'kam durim hiç. Edhe mua më nervozon kur një njeri e di që e ka telefonin non stop në dorë e nuk them përgjigje. Do thënë e ka edhe atë pjesën që është pak negative, që ti e din që njeriu është non stop me telefon në dorë, ama në të njëjtën kohë nuk ta kthen ty përgjigjen ose nuk ta ngren ty telefonin. Edhe është një krisje e një relate, qoftë shoqërore ajo ose dashurore. Këtu neve nuk jemi vetëm për të thënë se dikur ishte më mirë, por jemi këtu për të kujtuar se ndjenjat nuk vareshin nga teknologjia. Pyetja që dua t'ua bëj edhe juve, a do të përballoni sot jetën pa internet dhe apo do të zbulonit një version tjetër të vetes. Dhe mendoj që nëse nuk do ishte telefoni, njerëzit do ishin shumë më të afërt mes njëri tjetrit. Ku kemi shumë herë, për shembull, dalim në kafe me shoqërinë dhe gjysmat e atyre rrin në telefon. Domethënë, nuk është që e vlerësojnë shumë praninë e njëri tjetrit, tek fundit të mbetesh pa muhabet, vetë pa në sy mund të krijohet një humor, një gjë interesante, një muhabet më shumë. Edhe mendoj që vërtet teknologjia i ka larguar shumë njerëzit shoqërinë, edhe dashurinë mes njëra tjetrës, ku domethënë nuk është që nuk ndikohet më prania, nuk ka vlerë më prania. Edhe për shembull tek e fundit ta marrë një shembull banal, hyn në Big Brother dhe ti aty je pa internet dhe pa qasje çfarë ndodh në botën e jashtme. Dhe kjo sa i ka të mirat i ka edhe të këqijat e saj, por gjithsesi mendoj që ajo pjesa negative e saj e teknologjisë është largimi që na e ka bërë me njerëzit që i kemi pranë edhe afërsia që
pjesa e mirë është afërsia që na e ka bërë me njerëzit që i kemi larg. Të dashur dëgjues, kjo ishte edhe Retro Time për sot, ku shpresoj që sadopak të keni edhe juve ato mendimet e juaja dhe i pres me shumë dëshirë në Instagram, po ashtu edhe në radio, në Radio Struga edhe në Pa Filtra, ku tek e fundi mund të komunikojmë së bashku për tema të ndryshme. Edhe për shembull mundet të mendimet ose historitë juaja personale, të cilat pavarësisht asaj mund të ngelin edhe anonim, do doja shumë të bisedoja me juve këtu edhe të ndaja një ngjarje tuajën. Kjo ishte Retro Time dhe neve do të dëgjoni përsëri javës tjetër, ku shpresoj të kemi një temë më efikase dhe më të bukur, se ashtu shkon javë pas javë. Temat janë sa më të ndjera, që prekin më shumë dëgjuesi dhe kështu me radhë. Por gjithsesi do t'ju lutesha që për një moment të lini telefonin edhe ti ndjenit më shumë njerëzit që i keni pranë. Se tek e fundit sot janë dhe nesër nuk janë dhe vërtet fotografit janë ato që i mbajnë kujtime të gjallë. Të bëni sa më shumë foto dhe mos i mbani në telefon, po duhet i lani ato. Është mënyra më e bukur për t'i mbajtur kujtime gjallë dhe do të ndjeni një nostalgji shumë të madhe për tyre. Ne do të dëgjohemi përsëri javës tjetër dhe deri atëherë mirëmbëçi. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Molleraj Musa.